Vetëm 3 gjethe hithre I japin lamtumir çdo problemi të kockave. Sekreti si t'i përdorni. Hithra lufton inflamacionin në organizëm, pakson entjen dhe largon gjithashtu dhe dhimbjet. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve që prekin gjithashtu edhe shëndetin tuaj të nyjeve, të cilat mund t'i lënë personat në agoni dhe të vuajnë gjithashtu në një heshtje të plotë. Këto dhimbje mund të lehtësohen me disa receta natyrale në kushte shtëpie, dhe gjithashtu të mirat që do të merrni prej këtyre recetave do të bëjnë një ndryshim unik edhe në ritualin tuaj ditor. Kjo bimër shumë efikase edhe në zbutjen e dhimbjeve. Ajo do të luftojë gjithashtu inflamacionin, do të paksoj entjen dhe do të lehtësoj edhe dhimbjet. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është gjithashtu përfshirja në dietën tuaj të çajit të hithërës së freskët ose edhe çajin e hithërës së thatë. Lëngu I hithërës përmban më shumë minerale të shëndetshme përfshirë këtu, kalciumin, zinkun, përfshirë magnezin dhe hekurin, shumë të rëndësishme këto në aspektet tuaja ditore, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kjo e bën lëngun e hithërës të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët do vuajnë nga anemia, por edhe në parandalimin e problemeve të kockave, të cilat lidhen gjithashtu me kalimin e viteve. Lëngu I freskët I hithërës mund të jetë një aleat shumë I rëndësishëm për mbrojtjen e nyjeve tuaja dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet dhe rëndesën e tyre. Këtë lëng mund ta përgatisni në shtëpi, dhe për këtë ju nevojitet të paktën 1 filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan nga lëngu I saj I cili duhet jetë ujë. Mbani dorezat gjatë pastrimit të hithrave dhe I lani ato me ujë të bollshëm. Më pas I hidhni ato në një tenxhere dhe I lini që të marrin një val. Uleni zjarrin dhe I lini të ziejnë për pak kohë. Menjherë më pas I kulloni lëngun dhe e konsumoni. Shtoni mjalt nëse dëshironi të keni gjithashtu më shumë përfitime nga përbërja e tyre. Lëngu me gjethe të thata të hithërës. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hidheni në një çajnik me rreth 2 gota ujë. E ziejni këtë përbërje për të paktën për 10 minuta. Më pas e kulloni lëngun. Shtoni mjaltin për ta ëmbëlsuar pak kanellë dhe kjo recetë do të ndihmojë gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të ndryshme. Lëngu duhet të pihet vazhdimisht I ngrohtë. Mund ta pini të paktën 1 gotë në ditë për sa kohë do ta ndjeni veten më mirë dhe nuk keni komplikacione të ndryshme dhe nuk merrni medikamente, sidomos ato edhe kundër problemeve të rënda. Lëngu I hithërës është vërtet I fortë dhe ka efekte të menjëhershme për mbrojtjen e organizmit. Për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve që ai përmban, do të kthehet në një aleat të vërtet të organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Hithra, gjithashtu, është veçanërisht e pasur me nivele shumë të mira të kalciumit, magnezit, madje edhe më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden tek lëngu I hithërës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C tek kjo pije, I japin gjithashtu një efikasitet të plotë në lehtësimin dhe fuqizimin e sistemit tuaj imunitar në betejën kundër shqetësimeve të nyjeve dhe gjithashtu rëndesës së tyre. Aplikimet e ndryshme të hithërës janë aq efikase madje edhe të drejtpërdrejta, por gjithmonë sugjerohet të konsumoni lëngun e hithërës. Por nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë ju bëj me dije të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se ta shtoni këtë recetë në dietën tuaj të përgjithshme. Në vendin tonë hithrat janë përdorur si në gatime ashtu edhe në trajtime natyrale kundër një sër komplikacionesh. Kjo bimë është përdorur prej shekujsh edhe për të lehtësuar kështu simptomat e alergjive, gjithashtu edhe ato të shkaktuara nga poleni ose pluri. Hithrat, falë vlerave të tyre natyrale, janë vërtet fantastike edhe në lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme urinare dhe japin rezultate fantastike në këtë element ushqyes të tyre. Hithra dhe lëngu I tyre është perfekt për largimin e lëngjeve të tepërta që organizmi prodhon, duke lehtësuar kështu edhe funksionin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut.
por së fundmi një studim i kryer në Universitetin e Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret për trajtimin e artritit. Personat të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra dhe shtypura, dhimbjet e kockave qetësoheshin ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët për gjatë trajtimit një javor me këtë produkt të veçantë. Po përse funksionojnë hithrat kundër dhimbjeve të artritit dhe reumatizmës? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti u qetësuan në sajt të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca natyrale do t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj, duke se ato janë neurotransmetues të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur hithrat konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur, ato, ose në formën e çajit, arrinë të pakësojnë gjithashtu edhe nivelet e acidit urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën dhe akumulohet gjithashtu ajo edhe në kocka duke shkaktuar më shumë inflamacione dhe probleme të dhimbjeve të tyre. Por si duhet ta përdorni hithrën në dietën tuaj? Ju bëjmë dije që nëse merrni medikamente, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj përpara se ta shtoni atë në dietën tuaj të përgjithshme. Metoda e parë që mund ta aplikoni është direkt në zonën e prekur, dhe kështu ta lini të veprojë gjatë gjithë kohës për të marrë ndikimet e saj të plota. E mbani për 10 deri në 15 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Kështu, nëse dëroni që të keni edhe një lehtësim të mirë, mund ta aplikoni direkt, edhe duhet të duroni djegjet e saj karakteristike. Por një metodë tjetër është edhe ta aplikoni edhe lëngun e saj. Mjafton të pini një lugë gjedhë me lëng hithre të njom 3 herë në ditë. Për 15 ditë dhe do të shikoni gjithashtu ndryshimet pozitive që do të marrë organizmi juaj kundër këtyre komplikacioneve. Aplikimi i këtyre recetave në kushte shtëpie mund të jetë një aleat i vërtet i organizmit tuaj dhe gjithashtu e lehtësimit të dhimbjeve. Gjithashtu çaji përgatitur nga hithra të njoma mund të kthehet në një aleat të mirë të organizmit në lehtësimin e komplikacioneve të tij dhe rritjen e rezistencës së trupit. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan të paktën 2 ose 3 herë në ditë. Por edhe nëse ju nuk vuani nga artriti, lëngu i hithrës mund të jetë një aleat e çmuar e organizmit tuaj dhe të sjellë gjithashtu lehtësime të duhura. Përfshiheni hithrën në receta të ndryshme ushqyese. Ndikimi i saj në organizëm do të jetë i plotë dhe i fuqishëm. Ndaj sigurohuni që hithrën ta keni aleatin tuaj më të mirë kundër këtyre komplikacioneve dhe të rrisni gjithashtu rezistencën e trupit. Hithra është një nga bimët më të mira kurative, e cila është shumë premtuese edhe kundër një sër komplikacionesh. Vetitë e saj janë të larmishme në dobi të shëndetit dhe gjithashtu mund të luajë një rol të mirë kundër komplikacioneve. Ekspertët thonë se përfshirja e hithrës në dietën tuaj në sasinë e duhur ditore mund të kthehet në një aleat të mirë të organizmit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Gjethet e hithrës ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të kyçeve. Disa studimeve sipas Healthline tregojnë se përfshirja e saj direkt në zonën e problemit mund të jetë një lehtësuese drejt për drejt e çështjes suaj derisa të merrni trajtimin e specializuar. Shtojeni hithrën në dietën tuaj. Brenda normave të lejuara, elementet ushqyes të saj do të luajnë një rol pozitiv dhe do të rrisin gjithashtu edhe rezistencën e organizmit. Hithra është e mirë edhe në mbajtje nën kontroll të luhatjeve të sheqerit. Për sa kohë që nuk merrni medikamente dhe vëreni se trupi juaj ka një luhatje të sheqerit, shtimi i hithrave në dietën tuaj mund të kthehet në një aleat të çmuar të organizmit edhe në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që hithrat t'i gjeni sa më natyrale dhe gjithashtu t'i jenë sa më të pastra. Përpara përdorimit gjithmonë duhet t'i lani dhe t'i pastroni si duhet. Është e vetmja mënyrë që ju mund të merrni përfitimet e tyre të plota. Hithra është fantastike gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes, duke ofruar trupit tuaj të gjithë elementet ushqyes kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që hithrën ta përdorni si duhet dhe nëse merrni medikamente të caktuara, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj specialist. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë,
të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim plotësues. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.